Të shpeshta janë bërë vizitat e agjentëve të Byros Federale Amerikane të Hetimit FBI në Kosovë, takime të shumta me zyrtarë të institucioneve të sigurisë, po konsiderohen si sinjal i qartë strategjik për marrëdhëniet e avancuara të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas njohësve të sigurisë, qasje të tilla rrisin qëndrueshmërinë dhe sigurinë e brendshme të Kosovës. Drejtori i Institutit Oktapus, Arben Fetoshi, ka thënë për Kosova Press se ky bashkëpunim konsolidon pozicionin e Kosovës në arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Sipas Fetoshit, është një mesazh i drejtë për drejtë që demaskon narrativën e Serbisë, e cila përpiqet në vazhdimsi ta paraqesë Kosovën si burim destabiliteti në rajon. Në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky është edhe një sinjal i qartë strategjik për marrëdhëniet e avancuara të Kosovës me SBA-t, i cili e konsideron pozicionin e Kosovës në arkitekturën e sigurisë euroatlantike dhe është për te rritjes së kapaciteteve në luftimin e krimit dhe çfarëdo kërcënimi hibrid ndaj Kosovës dhe mesazhi drejt për drejt që demaskon narrativën e Serbisë, e cila paraqitet në vazhdimsi të paraqesë Kosovës si burim destabiliteti në rajon, ka thënë Fetoshi. Ai ka shtuar se një hap i tillë ka një rëndësi të madhe duke pasur parasysh edhe ftesën e presidentit Donald Trump që Kosova t'i bashkohet bordit të paqes. Kosova mbetet e ekspozuar ndaj presionit hibrid të Serbisë, një rëndësi e shumëfisht, një hap i tillë i cili duhet të ndërlidhet në trajektorën e zhvillimeve ndërkombëtare për Kosovën, në qoftë se kemi parasysh edhe ftesën e Trumpit që Kosova t'i bashkohet bordit të paqes për Gazën dhe aktin e autoritimit të mbrojtjes kombëtare të SBA-s që e mbron në mënyrë eksplicite sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, gjithmonë në përputhje me raportin e fundit të BE-s, i cili konfirmon që Kosova mbetet e ekspozuar ndaj presioneve hibride të Serbisë, derisa Serbia kualifikohet si aktore destabilizuese për rajonin e Ballkanit, ka thënë ai. Ndërsa ish inspektori i AKI-s Burim Ramadani ka thënë se kjo forcë partneriteti rrit ekspertizën në fushat kryesore të hetimit dhe e mbledhjes së informacionit. Byroja Federale Amerikane e Hetimit FBI ka sjellë në Kosovë një agjent special dhe një analist të inteligjencës, të cilët do të angazhohen në bashkëpunim të drejtë për drejtë dhe paralel me policinë e Kosovës. Policia ditë më parë njoftoi se ata janë pritur nga drejtori i policisë, Gazmend Hoxha. Në njoftim thuhet se bashkëpunimi do të forcojë partneritetin strategjik dhe thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e hetimeve penale dhe inteligjencës me qëllim të sigurimit dhe rritjes së sigurisë dhe luftimin e efektivitetit të krimit.